Përshëndetje dashur miq. Do t'ju tregoj një histori të cilën ma ka treguar në vit të parë zonja Ana Kërcyra e bia Ali Bej Kërcyrës. Besoj se ju keni dëgjuar për Enes Koliqin. Enes Koliqi ka qenë ministri i arsimit gjatë pushtimit italian në Shqipëri. Në vitet 1941-42 ai hapi shkollat shqipe në Kosovë. Dhe për këtë ai mori shumë mësues në zona të ndryshme të Shqipërisë, duke i çuar ata në Kosovë dhe kështu fëmijët kosovarë nisën të arsimoheshin, nisën të mësonin në shqip gjuhën e tyre e kështu me radhë. Pas vitit 1944, dihet që Enes Koliqi shkoi në Itali. Aty shkoi edhe Ali Bej Kërcyra. Në njëra nga takimet Zoti Ali Bej Kërcyra, kur takonte Enes Koliqin, gjithmonë i thoshte, po si bashkëpunot me Italinë? Si bashkëpunot me Italinë? Pra, kjo ishte refreni që Zoti Kërcyra i shprehte gjithmonë Enes Koliqit sa herë që ai e takonte. Në një ditë prej ditësh, thot zonja Kërcyra, ra zile telefonit dhe në ana tjetër ishte Zoti Koliqi. Ai na fton mua dhe baban në shtëpinë e tij në Rom. Dhe ne ditën tjetër shkuam për vizitë e shtëpia e Enes Koliqit. Ai thot, Ana Kërcyra, kishte një dhomë të vogël, kishte edhe një studion e tij që punonte, që shkronte kështu me radhë. Sa hym në shtëpi, babai përsëri vazhdoi me atë shprehjen e vjetër, si bashkëpunohet me Italinë. Zoti Koliqi në një moment thot, më prisni këtu, dhe shkon nga pas tek studioja e tij dhe kthehet pas 2-3 minutash me një tufë me letrash në dorë, pra me zarfe në dorë. Dhe i thot Ali Beut, Ali Bej thot, le t'i quajmë unë tradhtari, thot. Kur shikon këto letra, të cilat më kanë ardhur dhe vazhdojnë të më vinë çdo ditë nga Kosova, nga fëmijët kosovar të cilët po mësojnë gjuhën shqipe, atëre unë ndihem shumë krenar. Prandaj le të quajmë unë një njeri vetëm jam tradhtar. Rëndësishme është që kombi shqiptar, fëmijët kosovar kanë mësuar dhe vazhdojnë të mësojnë gjuhën shqipe. Pra këta ishin ata patriot që mbi pasurinë dhe çdo gjë të shenjtë vendosën veten e tyre për kombin gjithmonë. Jo si këta palaço sot që bëjnë takime dhe bëjnë mitingje fake, falso, dhe askush nuk e do Kosovën. Po ta duash Kosovën, duhet në forma të ndryshme, nuk duhet duke bërë shqiponjën fake. Hajde miru pafshim.